Ahmet Konjusha i përket një brezi që flet shumë për historinë e televizionit në Kosovë. Ai është emri e syri që ka parë e dokumentuar dekada historie e ndryshimi në vendin tonë. I takon brezit të dytë të gjiruesve të Kosovës, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të bërë syri e veshi i shumë zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë. Ahmeti, i pandar me kamerën e tij për 45 vjet, ka qenë dëshmitar i shumë proceseve që nga fillimi i viteve të 80-ta, kur si i ri nisi punën në radio-televizionin e Prishtinës. Ishte me fat, sepse mësoi nga mjeshtrit e këtij profesioni. Unë në vitin 1998 kom startu me punën në televizionin e Prishtinës. Punën e parë që kom bëu bashkë në këtë studio. Fillimisht kom punuar në studio, mandej kom punuar edhe në kerret e reportazhit. Mandej kom kaluar si xhirues me kamerat Eng. Pas që në atë kohë televizioni i Prishtinës ka kaluar një pjesë të madhe të kamera film, kamera elektronike, përse ishte trendi i tillë. Mandej me kamera elektronike vike edhe më shpejt deri te emitimi i atij materiali, pasi që kamerat filmiku duke më xhirue, më zhvillu filmi, më montue, kjo ishte shumë praktike. Dhe kom punu deri në vitin 1990, derisa na kanë largu neve pushtetin nga televizioni i Prishtinës. Mandej, për fat të mirë timin, kam qenë një lloj bashkëpunëtori i televizionit të Zagrebit, dhe mandej ai shndroi në televizion kroat, ata më njëherë më kanë marrë mua me punu për ta si korrespondent prej Kosovës. Edhe kom punu deri në vitin 1993. Mandej aty kom pas terpeti shumë të mëdha prej pushtetit aktual, edhe mu ka dashur me migru në Gjermani. Mandej atje kom fillu punës për televizionin shqiptar, aty kim pas një 2 orë në program për Kosovën, deri në mbarim të luftës, edhe mas mbarimit të luftës kom fillu punën deri tash në televizionin e Kosovës. Pas luftës në Kosovë, roli i tij si xhirues mori një përmas të re. Duke jetuar në Gjermani, Ahmeti ka qenë kronikani i heshtur i qindra ngjarjeve, tubimeve dhe aktiviteteve të shqiptarëve në diasporë. Kamera e tij ka dokumentuar historinë e Mërgatës, përpjekjet për ruajtjen e identitetit, zërat e parë të lirisë dhe jetën e re që shqiptarët ndërtonin larg dheut, por gjithnjë me syt dhe zemrën nga Kosova. Kënaqësia më e madhe për mua ka qenë gjatë kohës 80-90 televizionin e Prishtinës. Ka qenë një vullnet, një entuziazëm shumë i madh. Mandej kur më kalu me punu për televizionin kroat, ka qenë pjesa më e shtirë jetës time. Pasi që unë nuk ishim kurfar mbrojtje, edhe ishim gjithmonë përsekutuar nga pushteti serb. Edhe se në atë kohë filloi lufta në Kroaci, unë punoisha për ta, dhe kur ata më dalshin më legjitim mua, shqiptar, po, ti po punon për televizionin kroat, kështu që kem pas maltretime të shumta psiqike, shumë herë më arrestuar, po kam pas edhe maltretime fizike. Kështu që në fund mu ka dashur me u largu, se ata lypshin me u raportuar në dy çka punoj. Unë puna ime ishte gjithmonë me këshyr çka ata po bojnë kundër shkollave shqipe, kundër institucioneve paralele, edhe atëre jam detyruar jam larguar. Mandej kur kam kaluar në TVSH, ajo ka qenë një kohë kështu, këtë normale, po për televizionin e Kosovës sa kam punuar prej vitit 2002 deri tash nuk ka qenë punë shumë e lehtë, pasi që Bashkimi Evropian është një territor shumë i gjanë. Edhe gjatë tonë kohës unë kam bërë 3 puna, kam bërë producent, vozës, xhirues. Edhe shumë herë, edhe me fajin tonë, kam qenë edhe gazetar. Se ti nuk e mujt me ardhën, më ka thënë, shko, se ti e bë këtë punë. Për këtë punë s'u di çfarë me tonë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit gjeneral në RTK, Hysen Hundozi, ka fjalët më të mira për kontributin që Ahmeti e ka dhënë për RTK. Ahmeti i përket një gjenerate të cilet falë sakrificës dhe kontributit të tyre kanë lënë gjuhën të pashlyeshme jo vetëm në historinë mediatike të Kosovës, por edhe në historinë e përgjithshme të popullit të Kosovës. Ahmeti me kamerën e tij personale dhe me veturën e tij po ashtu personale ka përcjellur me qindra aktivitete të ndryshme të diasporës shqiptare si në Gjermani, Zvicër dhe kudo që ka pasur nevojë. Po që është marrë me xhirimin e këtyre aktivitete, ai në farë forme ka qenë edhe ka shërbyer si pikë kontakti e diasporës me radio-televizionin e Kosovës, për shkak se ai ka marrë pjesë
edhe në aranjimin e shumë për këtyre aktiviteteve dhe prezantimin e tyre medial në RTK. Përveç përcjelljes së aktiviteteve të jetës së përditshme, përgjatë periudhës 45 vjeçare me kamerën, Ahmeti kujton disa prej momenteve më kulmore të punës dhe veprimtarisë së tij. Ka qenë Paralimpiada në Sarajevo, aty ku kam marrë pjesë, ajo ka qenë një privilegj shumë i madh për mua të kem pa këtë ekipet televizive të botës, ku televizioni i Prishtinës i ka pasur lëshimin me skia, Nigman Madopolje. Edhe kjo është në televizionin e Prishtinës. Masandej kanë qenë grevat e minatorëve, ku kem qenë me javë kem nejtu në televizion, me kujdestari për me shku me përcjell ato. Kanë qenë protestat për ndryshimet kushtetuese. Kam qenë edhe pjesë e pajtimeve gjaqeve, ku vendin e Kosovës civilizacionin e fundit, edhe atë punë e kom bërë shumë shpesh, këto ka qenë ngjarjet në televizionin e Prishtinës. Në televizionin e Zagrebit nuk kam diçka, ka qenë ngjarje peripetit, maltretimet që kam bërë popullit, kurse në televizionin e Kosovës ka qenë një ngjarje e veçantë në vitin 2004, Papa Gjon Pauli II takohet me trit katolik në Bern, edhe unë isha i akredituar në shku atje. Edhe kum pas rast aty kur shkova në Vones, nuk kish vend aty ku isha akredituar, edhe i lufta ata shumë të marrë për Kosovës. Televizioni Nacional ma krijoi një hapësinë aty pranë tyne, pranë kamerave tyne, ku papën e kisha vetëm 2 metra. Ishte një takim i veçantë për mua ajo. Mas kësaj ngjarje vjen ngjarja e pavarësisë Kosovës në 2008, unë ku kam qenë mergimtar në Zvicër, ku aty vjen edhe presidentja Zviceran Kalmeri, ajo vjen me tren, edhe me shqiptarë bashkë aty e për shpallën pavarësisë Kosovës. Një punë tjetër që e veçon e për të cilën është krenar, është edhe kontributi për shoqatën Nëna Terezë në Gjermani, ku kishin dërguar disa fëmijë nga Kosova për shërim. Në një gjerim të disa viteve më parë, ai flet për këtë përvojë të tij. Unë pata rastin këta fëmijë të përcjelli ardhen e tyre nga Prishtina këto në Zvicër dhe në Gjermani, masandej vendosjen. Kam pas rastin edhe në salë të operacion, kam marrë pjesë, kam bërë gjerimin e tyre që është bërë në zemër. Masandej përcjelljen e tyre në Kosovë, pas një kohë kam shku edhe në Kosovë, i kam vizitua këta fëmijë. Me të vërtet është një ndryshim shumë i madh tek këta fëmijë para operacionit dhe mas operacionit, do të thotë mas shërimit. Më kujtohet ata ishin të lodhën, zbehun, të padisponuam. Masandej kam shku në Kosovë, kam takuar atje Leotrimin, kam takuar Blerinën. Sa që Blerina kur dol ishte binake me një motër të veten, unë nuk arrita ta njoh Blerinën, cila është Blerina, cila është motra e saj, derisa ajo më tregoi tha, unë jam Blerina, kështu që ata tash vazhdojnë një jetë normale si çdo fëmijë tjetër. Me të vërtetë kjo është një punë shumë e madhe e shoqatës Nëna Terezë nga Menheni, janë përmi 40 fëmijë të cilët janë shëruar dhe gëzojnë drejtën të jetojnë si çdo fëmijë tjetër në Kosovë, pa asnjë pengesë. Gazetarët me të cilët ka bashkëpunuar Ahmeti e kanë vlerësuar si një profesionist të palodhur dhe shumë të përkushtuar në punë. Me të ndiheshim gjithmonë të sigurt, thonë disa prej tyre me të cilët ka punuar ai. Ahmet, do të thënë, i lumtur, miqësor, i përqendruar, serioz, bojar dhe me fat. Ky do të ishte kuptimi shqip i emrit Ahmet. Unë Ahmetin e njo, do më thonë, prej që unë jam televizion, e jam moti, Ahmeti ka ndërkohë, por ai e ka trashëguar zejen, zanatin nga mjeshit të mëdhenj, duke filluar nga Shaban Gashi, pastaj nga Rudolf Sopi, Fatmir Bajrami, Sadik Shabani, Agron Sedllari, deri Fatmir Hadri, Shukri Kaçaniku, e shumë xhiros të tjerë të cilët kanë qenë vërtet mjeshtër të kamerës, që kamera, ju si që dini, është një magji, bën mrekulli. Po Ahmetin sigurisht unë jam një gjeneratë më e re, por me Ahmetin na ka lidh diaspora. Kur e them diaspora, tashmë e dim që në vende të ndryshme, sidomos në Gjermani dhe në Zvicër, kemi kudo shqiptar dhe aty në çdo vend pothuajse ekzistojnë shoqata kulturore. Dhe duke qenë se unë jam në redaksinë e kulturës, më ka rënë shumë herë rasti që të kemi bashkëpunim me Ahmetin dhe kudo që kemi shku i kemi pas dyert e hapuna. Respekti për radio televizionin
e Kosovës dhe aq më tepër për gazetarë që i kanë ftuar, apo edhe kameramanin Ahmetin, ka qenë përtej pritshmërive. E them këtë se ndoshta edhe Ahmeti, duke qenë se jeton dhe ka jetuar atje, e ka, le të themi, e ka shtrit terrenin edhe e ka bërë që të jetë i respektueshëm edhe atje. Me Ahmetin jam njoft në rrethana pune edhe në këtë dekadën e fundit të jetës së tij televizive, të karrierës së tij televizive, unë kom punu goxha intensivisht, kemi realizuar programe të ndryshme, edhe kemi realizuar intervista, edhe reportazhe të ndryshme që janë bërë për programin e mëngjesit, por edhe për programet e tjera. Edhe realisht mund të them që jam 10 programe që i kemi realizuar bashkë në këtë periudhë, në këtë po e them në këtë 10 vjetëshin e fundit. Mundem me thonë që Ahmeti është i jashtëzakonshëm, është jashtëzakonisht i përpikt, jashtëzakonisht korrekt, edhe një xhirues që realisht ka me mungu televizionit, jam i sigurt, por ai përvojën e tij, bagazhin e tij që e kalon mbrapa edhe te kolegët e tij matri, ka me u përcjell edhe për këtë jam i sigurt. Ahmeti nuk ka qenë veç xhirues në RTK, edhe nuk është veç xhirues sepse edhe pak ditë e kemi kështu me kontrat, por ka qenë një njeri, realisht mundu me thonë që ka qenë një adres, një derë e televizionit të Kosovës, e radio televizionit të Kosovës në Perëndim. Në Gjermani kryesisht me që ai atje jeton mirë, po edhe në Evropë. Do të thonë nëse ty duhet një përfaqësuesi, një organizate jo qeveritare, një shoqate shqiptare, një njeri të biznesit, një kush do qoftë, Ahmeti është ai, se më thonë, pak a shumë sikur ai bloku i telefonave që i kemi pas dikur, Ahmeti është i tillë, ka qenë i tillë për ne gjithmonë, ka qenë një urë lidhsem, një urë kontakti, një mundësi e bashkëpunimit shumë të madh, pra përmes Ahmetit me njerëzit jashtë Kosovës, në Gjermani, po e them edhe një herë, por edhe në vendet e tjera. Edhe bashkëpunëtorët, ata të cilët Ahmeti ka përcjellë për aktivitetet e tyre, kanë fjalët më të mira për punën dhe kontributin e tij. Ahmet Konjushën ka afër 3 vite që e njoh, që lidhet realisht me funksionin tim në Ambasadën e Republikës Kosovës në Berlin. E njoh si një gazetar, si një kameraman, i cili i ka ndjekur të gjitha aktivitetet e mërgatës dhe diasporës tonë në Gjermani, dhe jo vetëm. Kështu që nga përvoja dhe bashkëpunimi që kam pasur me të, ndaj fjalët më të mira dhe vlerësimin më të madh për punën dhe angazhimin e tij, e cila nuk është e lehtë, sidomos në ditë të sotme, për të mbuluar aktivitetet e mërgatës tonë në Gjermani, ku në Gjermani, siç e dim, ekziston mërgate më e madhe nga Kosova në shtetet perëndimore, kështu që kam fjalët dhe admirimin më të madh për të. Kontributi, përkushtimi dhe kontributi i zotit Ahmet Konjush ka qenë i pa diskutueshëm dhe i pa zëvendësueshëm në rolin e mërgatës, përkatësisht në pasqyrimin e aktiviteteve të shumta kulturore, sportive dhe të shoqërisë në përgjithësi të diplomacisë publike në diasporë, që realisht e kanë ruajtur identitetin e tyre përmes promovimit të kulturës shqiptare në diasporë në përgjithësi. Dhe sigurisht këto aktivitete po të mos pasqyroheshin, do të ishte një kontribut më i zbetë në pasqyrimin e këtyre aktiviteteve. Mendoj që Ahmeti ka luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe gjatë viteve 90-ta, atëherë për mediat e huaja, por pastaj në veçanti në lidhjen e mërgatës me vendin e origjinës. Padyshim që regjistrimet e tij mbesin një arkiv jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm për të tashmen, por mendoj edhe për të ardhmen, në mënyrë që gjeneratat e ardhshme të shohin gjithë angazhimin që ka pas mërgata jonë në raport me vendin e origjinës, por po ashtu edhe me aktivitetet që ajo ka zhvilluar në diasporën. Kam pas një bashkëpunim të shkëlqyer me të, natyrisht gjithmonë në sozat e një kooperimi të një bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Diasporës dhe televizionit publik, Radio Televizionit Kosovës. Ishte pikërisht kamera e Ahmetit që ka bërë të ndjehemi më afër shpirtërisht me aktivitetet, të njohim sa talente, madje të bashkohemi. Unë e di personalisht mund të flas që me dhjetra njerëz të niveleve të larta, qofshin ata shqiptarë dhe personalitete që e duan edhe vendin tonë, njerëzit tanë, të më thonë edhe të huaj, që ka bërë të njihemi dhe të vemi
në punë dhe projekte të përbashkëta. Kështu që puna e Ahmetit është vërtet një punë shumë karakteristike, dhe më thonë, me gjithë sa është prapa ekranit, por ka bërë shumë që të na ofroj me zveti dhe t'i promovoj vlerat, talentat e ndryshëm të njerëzve tanë, qofshin këtu dhe sidomos në diasporë. Si bërgjimtare, si aktivist, nëse foli për Ahmetin është privilegj dhe kënaqësi, për arsye se njohim adresën e parë ku ne bërgjimtar, konkretisht aktivistët, kryeptarët e shoqatave, e kemi adresën e parë ku të ai jemi drejtuar, edhe ai ka qenë gjithherë në shërbimin tonë, pa marrë parasysh se në çfarë kohe, në çfarë kushte atmosferike, ai ka gjetë, për shembull, një rast e di në vitin 2012, kur e kemi pas 4 vjetorin për pavarësinë e Kosovës, ka qenë ditë me borë, ka dështuar që vje ekipi nga Prishtina, edhe për arsye të borës, Ahmeti ka ardhur në shpejtësi dhe në minutat ku ka filluar takimi ka qenë aty. Do me thënë, Ahmetin, nëse flitet për Ahmetin, është privilegj, është kënaqësi, edhe neve, nëse nuk e kemi Ahmetin matutje, do të jetë një handicap i madh për një mëngat. Se Ahmeti që atë kohë ishte një punëtor i përkushtuar, një sy i kamerës që të përcjellte me shumë vëmendje dhe falti na kanë mbet, pra më kanë mbet mua, një xhirim i lahutës së malësisë në Artan, që për shumë pare se jap tani. Që është edhe më e rëndësishme, mbas atyne viteve, takimi im, që e kisha harrua krejtësisht Ahmetin, ndodhi në diasporë fatkeqësisht, apo fatmirësisht, po gjithsesi fatmirësisht, sepse këtu pash ma shumë interesim për rrjedhën e kulturës tonë, për kujdesin ndaj gjithat arriturave që ne kryesisht i bëjmë këtu, ku bashkëdhetarët atje në Kosovë, në basë edhe nuk e di se çka jemi tu e bon. Ahmeti, për mu, është mas pari një njeri shumë i mirë, është një familjar i mirë, është një punëtor shumë i mirë, një profesionist në punën e vetë, që i këmë thonë gjithmonë Ahmetit, ti një njeri që përrejt gjithmonë mas kamerës, sepse kjo me punën e vetë me të vërtet ka tregu profesionalizëm edhe në ka përcjell neve si kompani, pastaj kontributi i Ahmetit është edhe për Union Biznesit, edhe në Union Ahmeti në ka përcjell, që unë e vlerësoj kontributin e Ahmetit shumë, sepse jo që Ahmeti e ka bon si kameraman mirë, po edhe ka qenë me një farforme edhe përkras shumë i madh, si të antarësia edhe të njerëz në përgjithësi, kështu që fjallët më të mira për Ahmetin. Kemi pas fatin që kemi njoftu Ahmet Konjushën përmes të syrit të kamerës së tij, të cilin na ka drejtu, na ka ofru mundësi të na shef familjet tona në Kosovë, të cilët gjenden atje me kënaqësi të madhe, të gjithë ata që përcjellin radio televizion në Kosovës, na kanë mujt me na përcjell, se si i bëjmë bashkimet familjarëve, të fëmijëve tanë që jetojnë këtu në Mërgat, dhe disa shoqata tjera këtu për rreth kemi pas mundësi të afrohem, të kem kontakt, përmes këtyne urave i kemi bërë shumë gjëra që si kem pa e si kem ditë më parë. Ahmeti ka një spektrum të gjanë, si më thonë, ai ka vepru në Gjermani, dhe Gjermania geografikisht nuk është edhe e vogël, edhe Ahmeti ka reflektuar në çdo familje të çdo shqiptari me programet e tija të cilat ai gjithmonë me përkushtim i ka punuar, dhe natyrisht se në adresën e radio televizionit të Kosovës i ka pru me një kvalitet dhe ka prezentu Mërgatën shqiptare në çdo aktivitet, në festa kombëtare, ndërkombëtare e tjera. Kështu që Ahmeti është shembull edhe për të tjerët gazetarë apo kameraman të cilët e kryejnë punën e vet, dhe rruga më mirë e trasuar është ta shohin Ahmetin se si ai ka vepruar gjatë jetës së tij. Kontributi i Ahmetit është i pazaventueshëm. Ka kontribu si në për klubet shqiptare, po edhe në bizneset,
i ka bo kontakte që biznesit ketë me bizneset tjera, i ka kriju urat në mes shqiptarëve, në mes bizneseve shqiptarëve, në mes klubeve shqiptare e më gjerë. Nuk ka prituar 90 ditë, do të thonë, ka pas ditë ose net ose momente kur ai 3-4 ditë ka qenë në aktivitetin tonë dhe në këtë formë ka qenë i papritueshëm. Ajo çka është më rëndësi të ceket është se asnjëherë nuk ka kërkuar asnjë cent që të marrë një honorar. Ne nganjëherë ja kemi marrë shpenzimet e rrugës ose të fjetjes, por absolutisht asgjë më tepër. Do të thonë kjo ka qenë për neve një dhuratë shumë e madhe ose një ndihmë shumë e madhe për arsye se neve na duhej një personalitet i tillë. Dhe në këtë formë pastaj ai bënte emisionet e tilla dhe neve na ndihmonte në këtë formë edhe të donatorët e tjerë, për arsye se ai në atë kohë ishte pothuaj i vetmi xhirues në diasporë i cili pasqyronte ose përcjellte aktivitete të shumë shqiptarëve. Edhe një gjë mund ta them, sepse duke bazuar që vetëm te ne shpeshherë ka munguar në familje, me këtë rast më lejoni që ta falenderoj edhe zonin e tij, e cila tërë barrën e familjes e ka pasur mbi vete, sepse Ahmeti ka munguar shpesh. Kështu që këtë duhet ta them patjetër në këtë kontekst. Për punën e tij disa vjeçare, Ahmet Konjusha është nderuar disa herë me çmime e mirënjohje të ndryshme. Përndryshe, punën dhe aktivitetin e tij me kamerë, ai thotë se nuk do ta ndalë as pas moshës zyrtare të pensionimit.